Gjykata kushtetuese ka rrëzuar qeverinë dhe presidentin për shkarkimin e Velia dhe zgjedhjet në Tiranë. Zonja Lala, çfarë është vendimi konkretisht? Atëherë, zoti Rakipi, sikur s'është bërë me dije, gjykata kushtetuese pasi shqyrtoi ankesën dhe kërkesën e bërë nga zoti Velia kundër shkarkimit nga detyra e kryetarit të bashkisë, ka vendosur ditën e sotme me 5 vota pro dhe 3 kundër të shfuqizoj vendimin e Këshillit të Ministrave numër 539 i datës 25 shtator 2025, që vendosi shkarkimin nga detyra të kryetarit të bashkisë së Tiranës, zotit Erion Veliaj, gjithashtu të shfuqizoj si antikushtetues dekretin numër 350 të datës 1 tetor 2025 të presidentit të Republikës, zotit Bajram Begaj, i cili kishte dekretuar zgjedhjet për 6 bashki, pra zgjedhjet e pjesëme vendore për 6 bashki, përfshirë edhe Bashkinë e Tiranës. Por më herët gjykata kushtetuese e kishte pezulluar dekretin që lidhej pikërisht me zhvillimin e zgjedhjeve në Bashkinë e Tiranës, por ky dekret është fuqizuar si antikushtetues. Gjithashtu, gjykata kushtetuese, sikurse thash me 5 vota pro dhe me 3 kundër Erion Veliajt, ka vendosur të lërë në fuqi edhe pezullimin e dekretit, çka do thotë përfundimisht, të paktën deri në moment të dytë nuk do të zhvillohen zgjedhje në Bashkinë e Tiranës. Duhet theksuar që gjykata kushtetuese ka rrëzuar vetëm pjesën ose kërkesën e Erion Veliaj që ka të bëjë me prezumimin e pafajësisë, për ta sqaruar për opinionin publik. Procesi në gjykatën kushtetuese nuk lidhet dhe nuk afekton procesin që po zhvillohet në gjykatën e posaçme, ku po shqyrtohen akuzat penale ndaj zotit Veliaj, ndaj cilit rëndojnë 13 akuza penale, 9 prej cilave janë akuza për korrupsion, ka akuzë për pastrim parash, fshehje të pasurisë, shpërdorim detyre, futje sendeve të paligjshme në burg. Pra masa e sigurisë dhe pjesa e procesit penal nuk ka asnjë lidhje me procesin që është zhvilluar ditën e sotme, pra që është marrë vendimi në gjykatën kushtetuese. Me fjalë të thjeshta, pra për ta kuptuar opinionin publik pa u ndalur në gjuhën e drujtë të gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese thotë që Erion Veliajt i është mohuar e drejta për një proces të rregullt, për sa kohë që ai nuk është dëgjuar përpara Këshillit Bashkiak dhe të kishte pretendimet e tij. Fakti që Këshilli Bashkiak e ka lajmëruar zotin Veliaj, por nuk i ka dhënë mundësinë që ai të japë pretendimet e tij, konsiderohet cënimi i procesit. Përrjedhoi e gjithë procedura e ndjekur nga Këshilli Bashkiak pranë Bashkisë së Tiranës është një procedurë e parregullt dhe përrjedhoi dhe antikushtetuese. Së dyti, thot gjykata kushtetuese, ligji për qeverisjen vendore nuk mundet kursesi të jetë më lartë se sa neni 115 i kushtetutës. Është e vërtetë që ligji për qeverisjen vendore në një nga nenet e tij parashikon që kryetari i bashkisë mund të shkarkohet nga detyra nëse mungon pa arsye për 3 muaj. Në rastin konkret, zoti Veliaj nuk ka munguar sipas gjykatës kushtetuese me vullnetin e tij, por se ka qenë në një masë sigurie arrest në burg. Ndërkohë që zoti Erion Veliaj, sipas gjykatës kushtetuese, mund të shkarkohej sipas nenit 115 të kushtetutës, vetëm nëse qeveria do të provonte te çdo dyshim i arsyeshëm që Erion Veliaj kishte kryer shkelje të rënda gjatë ushtrimit të detyrës, cili është një nga rastet që zoti Veliaj mund të konsiderohet që ka kryer shkelje të rënda. Nëse Erion Veliaj nesër mund të cilësohet fajtor për njërin nga akuzat apo për të gjitha akuzat që kanë ngritur ndaj tij prokuroria e posaçme, atëherë konsiderohet që ka kryer një krim të rëndë dhe automatikisht Këshilli i Ministrave e shkarkon dhe i drejtohet presidentit për dekretimin e datës së zgjedhjeve. Ose ka raste të tjera kur mund të ketë tradhtim ndaj adheut, është kapur në krye sipër të kryerjes së një krimi të rëndë, pra këto janë raste që konsiderohen shkelje të rënda në detyrë. Në këtë pikë, thot gjykata kushtetuese, përveç se procedura është e paligjshme, Këshilli i Ministrave nuk e ka provuar që Erion Veliaj ka kryer shkelje të rënda. Nga ana tjetër, lë një hapësirë që të nesërmen Këshilli Bashkiak mund ta rinisë sërish këtë procedurë, por pra për shkarkimin e zotit Veliaj, por së pari duke i dhënë mundësinë të dëgjohet dhe së dyti duke i provuar Këshilli i Ministrave që ka kryer një krim të rëndë gjatë ushtrimit të detyrës. Pra përfundimisht gjykata kushtetuese nuk ka vendosur kornizat vetëm për rastin e zotit Veliaj, por duke qenë se ky është një precedent ose është një precedent për ligjit kryetarët që kemi dhe që do vinë. Dhe do të ndiqet në të gjitha rastet që do të vinë dhe vinë. Sepse për ta shpjeguar për ta shpjeguar për popullin, se ndonjëherë them popullatën, unë po e them domethënë në mënyrë normale, kështu dhe thonë pse thua popullatën. Ka dhe protesta për këtë. Po, popullit, për ta kuptuar popullit, Veliaj tani ka fituar
që është shkarkuar gabim, dhe jo që do të ngrihet tani dhe do shkoj te zyra, se kisha ludime për një pjesë medias, njerëzit që janë fare afër Velis, thoshin tani ai duhet për këtë shkak duhet të shkojë në zyrë. Si mendon ti këtë? Është gjë tjetër kjo apo jo? Jo, si e mendoj, është një interpretim ose më saktë qëllimisht e thon këtë gjë. Zoti Veliaj, një nga argumentat thelbësore të prokurorisë posaçme për ta mbajtur në masën e sigurisë zotin Veliaj, është pikërisht ushtrimi i detyrës. Pra prokurorët e posaçëm thonë, gjatë kohës që ishte në detyrë, në momentin që Erion Veliaj është duke ushtruar detyrën dhe ai për shkak të influencës, për shkak të pushtetit, për shkak të lidhjeve politike që ka, patjetër që ekziston risku sipas tyre që Erion Veliaj mund të shkatërroj provat, sepse ju e dini që ka një çështje tjetër të deklaruar publikisht që është duke u hetuar nga prokuroria e posaçme, dhe së dyti ka një moment tjetër shumë thelbësor, intimidimi i dëshmitarëve. Vërtet personat që janë pyetur për dosjen Veliaj e kanë dhënë dëshminë e tyre përpara gjykatës, përpara prokurorisë, por konsiderohet provë sipas ligjit kur ata të rrëfehen përpara gjykatës. Dhe ky është argumenti i dytë. Friksimi ose tentativa apo dyshimi se mund të intimidoj dëshmitarët është një tjetër argument që prokuroria e posaçme ka përdorur për mbajtjen në paraburgim të zotit Veliaj, pra në masën e sigurisë arrest në burg. Dhe këto dy argumenta qëndrojnë sipas qëndrimit të prokurorisë posaçme. Nga ana tjetër, kjo fitore për zotin Veliaj është më shumë morale, sepse zoti Veliaj të paktën derisa të ketë, sepse ai do të kërkojë ndryshimin e masës së sigurisë e ka bërë në mënyrë të vazhdueshme, por deri më tani ka dështuar në gjitha përpjekjet me gjykata, nuk mund të rikthehet në detyrë. Ai nuk delegon pushtetin, sepse kjo është pyetja thelbësore që u bë. Duke mos u kthyer në detyrë, ai mbetet në burg dhe tani pritet Klodi që ne të kemi kryetar bashkie deri në 2027-ën, edhe kryetar bashkie të Tiranës edhe në burg. Të dy detyra do të kryejë këto? Domethënë zoti Veliaj, një ndër pyetjet që ju bë gjatë kohës që ishte seanca maratone sprentes që lan pas, ishte pikërisht mënyra se si zoti Veliaj do ta ushtronte detyrën gjatë kohës që është në paraburgim. Sepse jo të gjithë me sa duket e kanë dëgjuar me vëmendje ose nuk donin ta dëgjonin me vëmendje. Zoti Veliaj tha që unë ndodhem në paraburgim, në atë që konsideron si një masë arbitrare të marrë ndaj tij, por nuk jam në detyrë jo për shkak të vullnetit tim, por për shkak të një mase sigurie. Megjithatë, theksoi zoti Veliaj, ligji më ka dhënë mua atributet si kryetari i bashkisë që ta delegoj pushtetin. Çka do thotë që Bashkia e Tiranës, nëse nuk do të ndërmerret një tjetër procedurë nga ana e Këshillit Bashkiak për ta shkarkuar, zoti Veliaj do të qëndrojë në detyrë deri në momentin që gjykata e apelit të posaçëm do të jap një vendim ndaj tij. Në momentin që në përfundim të procesit zoti Veliaj mund të dënohet, por mund të dalë dhe i pafajshëm, këtë nuk mund ta paragjykojnë. Atëherë momentin që dënohet, shkarkohet menjëherë. Momentin që merr pafajësinë, pra në rast nëse do të marr pafajësinë, atëherë zoti Veliaj duhet marrë bekimin e forcës së tij politike për të garuar, nuk garon më për kryetar bashkie për shkak se i ka përmbushur 3 mandate, por për që në funksione publike. Gjithsesi, nga mënyra se si ecën procesi në gjykatën e posaçme, gjasa që Erion Veliaj ta përmbyll vendimin e formës së prerë deri në zgjedhjet e 2027-s janë shumë të larta, sepse proceset e natyrës me 30 të pandehur, sikurse është procesi i zotit Veliaj, zgjasin 1 deri në 3 vite në gjykatën e posaçme dhe në gjykatën e apelit të posaçëm. Pra sot që flasim, zoti Veliaj akoma nuk ka kaluar filtrin e gjyqtarit paraprak. Çka do të thotë duhen disa muaj për të kaluar filtrin e gjykatësit paraprak. Kështu që betejë e Erion Veliajt me gjykatën shqiptare, me gjykatën e posaçme, është një betejë shumë e gjatë.